Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në radio-televizionin publik të Kosovës. Për të 17 herë ka dështuar përpjekja për konstituim të legislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës. Edhe njëherë dështoj formimi Komisionit për votim të fshet për zgjedhjen e kryeparlamentarit me 53 vota për një kundër asnjë abstenim. Seanca e radhës do të mbahet ditën e hënë në orën 10:30. Në fillim të seancës, deputetët nderuan me 1 minutë heshtje veprimtarin Ukshin Hoti në 26 vjetorin e zhdukjes së tij. Pas dështimit të seancës, partitë politike akuzojnë njëra tjetrën për blokadë. 48 orëshi, i cili tashmë brenda këtij muaji në vazhdimsi po përsëritet, po shihet se nuk po jep ose nuk e ka atë rezultat, përderisa partitë deri tashme të opozitës nuk e kanë asnjë reflektim në raport me përgjegjësinë e tyre për zhbllokimin e punës së Kuvendit. Edhe këtu sot dëgjuam deklarata në të cilën e para u akuzuam edhe një herë për shkelje, përkundrejt se a ishte një propozim me dakordim i cili nuk u mbështet dhe nuk u realizua. Rrjedhimisht nuk ka asgjë që mund të quhet ose të deklarohet si shkelje, përveç se një përpjekje për të kthy paksa në një orar tjetër këto takime. Kërkuan që të mlidhemi një herë në javë. Këto janë dy probleme. E para është krejtësisht e papranueshme me bëni kërkesë të tillë për me shkel rregullorën me vedije deputetët e Republikës Kosovës, dhe e dyta kjo tregon që vullneti i tyre nuk është në asnjë mënyrë me tentu me bë zgjidhje apo me lëviz përpara, po thjesht këto përsëritje, këto repriza mos më maj çdo 2 ditë, po më maj çdo javë. Vërtet është përkeqardhje kjo mungesë totale përgjegjësisë karshi qytetarëve që i kanë votuar në radhë parë, por edhe ndaj gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë politike. Ne këtë shohim indikacion shtesë që lëvizja vetëvendosje nuk është absolutisht e interesuar që ta bëj konstituimin e Kuvendit. Do të thonë, ata mungesën e institucioneve të Kuvendit dhe të qeverisë e kanë reduktuar në problem të mbledhjes çdo 48 orë të deputetëve. Vetëm kjo është problemi i tyre, do të thonë që për ne është problem të vim çdo 48 orë. Normalisht që u refuzua një kërkesë e tillë, unë bile ju thash që ju brenda 24 orëve mund të propozoni edhe 47 kandidat të tjerë për të provuar se cilin prej tyre se kush po i merr votat në mënyrë që të kalojmë në fazën tjetër. Vazhdojmë me informacionet të tjera të ditës. Presidenti francez Emmanuel Macron ka theksuar rëndësinë e përparimit në dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Tiranë, Macron nënvizoi domosdoshmërinë që procesi të vazhdojë për të ruajtur besueshmërinë dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme për të dyja palët. Unë uroj që javët e ardhshme të rifillojmë dialogun edhe me Prishtinën dhe me Beogradin, sepse secili vend është përballur me vështirësi politike, sociale, për të mundur të bëjmë avancimin. Është e rëndësishme për gjithë rajonin. Mendoj që kërkesat janë legjitime, nuk duhet të lëmë të vendoset një dialog i tërfortë. Nuk është mënyra korrekte për të avancuar. Të paktën kemi një vullnet, mund të bëni besim për këtë, për qëllimin e avancimit, sepse mendoj që për sigurinë e Europës sonë, për bashkimin e saj, duhet ta bëjmë këtë udhë. Por është legjitime të kemi ekzigjenca për këtë gjë. Nuk është ide e mirë kur mundohemi të përçajmë linjat apo të vëmë në dyshim procesin. Pra do vazhdojmë të ecim me forcë, do të riangazhojmë, ne do shkojmë krahas partnerëve tanë evropian për të në mënyrë që gjërat të avancojnë në Kosovë. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për operacionet e fundit të policisë së Kosovës, inspektimet dhe mbylljet e shërbimeve publike, duke theksuar se ato rrezikojnë të përkeçsojnë tensionet
Në reagimin e Bashkimit Evropian thuhet se veprimet të njanshme dhe të pakoordinuara dëmtojnë përpjekjet për ndërtimin e besimit mes komuniteteve. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe autoriteteve në Kosovë që t'i ndalin këto mbyllje, të ushtrojnë përmbajtje dhe të shmangin masa eskaluese. BE-ja ka kërkuar që të dyja palët, Kosova dhe Serbia, të angazhohen në mënyrë konstruktive në zbatimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, ministrja në detyrë Artane Rizvanolli ka thënë se për 26 vjet furnizimi me ujë të pishëm i komunave veriore nga KRU Mitrovica i ka kushtuar Republikës së Kosovës 19.5 milion euro pa inkasuar asnjë cent. Rizvanolli ka shkruar se çdo breng e shprehur nga qeveria e Serbisë dhe lista serbe për kinse mosbesim ndaj KRU Mitrovicës nuk është breng për qytetarët serb të Kosovës, por për humbje e fuqisë vet për të shantazhuar e për të blerë votën e serbeve të Kosovës përmes institucioneve ilegale. Tutje, ajo ka thënë se qeveria e Kosovës dhe ndërmarrjet publike janë të përkushtuara që të ofrojnë shërbime cilësore e të sigurta në përputhje me standardet më të larta të parapara me ligj për të gjithë qytetarët e Kosovës. Vazhdojmë me lajmet tjera. Në shqiponjë të Dushkajës, ish Jablanicës, në 26 vjetorin e çlirimit të saj janë përkujtuar dhe nderuar 43 dëshmorët e kombit të kësaj ane. Në mesin e shumë personaliteteve morën pjesë Bekim Jashari, Ali Ahmeti dhe Ramush Radinaj, të cilët e kanë vlerësuar lart sakrificën e të rëndëve për liri. Ndrojmë temë, 2 persona janë arrestuar mbrëm në Prishtinë pasi gjatë një kontrollit realizuar nga policia u janë gjetur dhe konfiskuar 4 armë zjarri dhe 64 fishek. Policia ka konfirmuar se armët dhe municioni janë konfiskuar si prova materiale, ndërsa hetimet rreth rastit po vazhdojnë. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, njëri prej të dyshuarve është dërguar në mbajtje, ndërsa personi i dytë është transferuar në vuajtje të dënimit në bazë të një urdhrese të mëparshme të lëshuar nga gjykata. Sonte në Bazel mbahet nata finale e Festivalit Evropian të Këngës. 26 vende do të garojnë në finale, në mesin e tyre edhe Shqipëria me këngën Zjerm nga Shkodra Elektronike. Shqipëria do të jetë e fundit në radhë që do të performojë në finale. Natën e parë të festivalit, Beatrice Gjergji dhe Kolaca sollën një performancë të fuqishme që ndërthur muzikën elektronike me motive folklorike shqiptare. Kënga e Shqipërisë u vlerësua edhe nga mediat ndërkombëtare. Ndërkohë, Radio Televizioni Publik i Kosovës transmeton drejt për drejt natën finale të Festivalit Evropian të Këngës. Vazhdojmë me një lajm nga bota, së paku 58 palestinezë janë vrarë si pasojë e bombardimeve izraelite gjatë natës së kaluar, ndërkohë forcat izraelite janë duke intensifikuar edhe operacione toksore. Sipas zyrtarëve në rripjen e Gazës, si pasojë e bombardimeve izraelite në disa pjesë të territorit, vetëm gjatë natës së kaluar janë vrarë së paku 58 palestinezë, përderisa dhjetra të tjerë janë plagosur. Zyrtarët shtuan, edhe siç nga e entja, kur filloi intensifikimi i sulmeve ajrore të Izraelit, në tërë rripjen e Gazës janë vrarë më shumë se 300 persona, duke shënuar kështu njërën prej fazave më vdekjeprurse të bombardimeve që nga fillimi i luftës. Tel Avivi zyrtar ka thënë se është duke intensifikuar operacionet në rripjen e Gazës me qëllim të krijimit të një korridori operacional nga i cili do të vazhdon luftën kundër Hamasit dhe tentimet për të rikthyer pengjet. Gjithashtu është raportuar se forcat mbrojtëse të Izraelit kanë vendosur një numër të madh të tankeve në kufirin e Gazës dhe se ata tani janë në pritje të urdhërit për të hyrë në territor,
duke i zgjeruar edhe më tej operacione toksore. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara edhe njëherë paralajmëruan nga rreziku i urrisë në Gaza, ku blokada izraelite po vazhdon që 76 ditë, por deri me tani nuk ka shenja që ndihma do të fillojnë të hyjnë në territorin e shkatëruar. Të nderuar shikues, për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni në Facebook RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt, dhe mos harroni jemi gjithmonë live në rtklive.com. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.